Kryeministri Edi Rama i bën thirrje drejtësisë shqiptare që të ndërshkojë protestuesit që kanë hedhur molotov drejt policisë dhe institucioneve në protestën e 10 shkurtit. Përmes një reagimi në rrjetin social X, kreu i mazhorancës ka publikuar molotovet e pashpërthyer dhe shton se rezultatin e këtij aksioni Berisha do ta marrë në zgjedhjet lokale të 2027-s. Uroj që drejtësia të bëjë drejtësi për policët e plagosur dhe të ndëshkojë pangurim partësit e këtyre armëve me kapacitet dekeprurës. Sa për fatin politik të këtij cikli të ri i jashtë nxjerrjesh në bulevard, ai do të shkruhet si zakonisht në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, me një disfat ende më shembullore se sa të mëparshmet. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë pa u ndalur rrugën drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, ministrja e Brendshme Albana Koqiu akuzoi kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha se përdor të miturit për të qelluar me bomba molotov drejt policëve, me qëllim që të mos ndërshkohen nga ligji. Koqiu i bën thirrje familjarëve të miturve dhe shoqërisë civile që të reagojnë ndaj këtij fenomeni. Përpjekja e dështuar për të ardhur në pushtet, duke goditur punonjësit e rendit, duke përdorur të miturit për të hedhur molotova apo sende të forta mbi punonjësit e policisë, që të mos ndiqen penalisht autorët e vërtet, është një akt i turpshëm dhe i dënueshëm. Keqpërdorimi i të miturve për të kryer akte dhune është vepër penale, por është gjithashtu një shkelje e rëndë morale. E këtu një rol të posaçëm mund dhe duhet të luajnë institucionet, shoqëria civile dhe vetë familja. Është pikërisht kjo arsyeja përse protestat e Partisë Demokratike janë braktisur masivisht nga qytetarët, duke përfunduar tek një grusht militantësh apo element të paguar për të krijuar skenar imagjinar të një revolte popullore. Ndërkohë në konferencën e kësaj të mërkure, Berisha i cilësoi të miturit që u arrestuan nga policia si heronj të demokracisë.